Lagja 24 maj vijon të përballet me një problem të errëshëm dhe të pazgjidhur, mungesën e theksuar të infrastrukturës rrugore. Banorët e kësaj zone shprehen se situata është përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit, duke u kthyer në një shqetësim të përditshëm që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetesës së tyre. Gjendja e rrugëve ka qenë problematike prej kohësh, por ndërhyrjet e fundit për hapjen e traseve të rrjetit të ri të ujësjellësit e kanë rënduar edhe më shumë situatën. Punimet, ndonse të nevojshme për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm, janë shoqëruar me pasoja të dukshme në terren. Kanalet e hapura për vendosjen e tubacioneve janë mbuluar përkohësisht me çakëll, i cili me kalimin e kohës është përndar dhe dobësuar, duke humbur funksionin e tij mbrojtës. Si pasojë, në shumë segmente të rrugëve janë krijuar gropa të thella dhe sipërfaqe të pabarabarta, që e bëjnë qarkullimin e automjeteve teje të vështirë. Drejtuesit e mjeteve ankohen për dëmtime të vazhdueshme të makinave, ndërsa lëvizja në këto rrugë kërkon kujdes të shtuar dhe kohë të gjatë. Në disa raste kalimi bëhet pothuajse i pamundur, sidomos gjatë treshjeve kur balta dhe uji përkeqësojnë edhe më shumë gjendjen. Problemet nuk prekin vetëm drejtuesit e automjeteve, por edhe këmbësorët përballen çdo ditë me vështirësi në lëvizje. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet vendore për rehabilitimin e plotë të rrugëve, duke mos u mjaftuar vetëm me një zgjidhje të përkohshme. Ata theksojnë se investimet duhet të jenë të planifikuara. Banorët shpresojnë që shqetësimi i tyre të marrë vëmendjen e dur dhe që situata të zgjidhet sa më shpejt për të rikthyer normalitetin në jetën e përditshme të lagjes 24 maj.